Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ato që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndëruar vëllezërim edhe sot, alhamdulillah, në këtë takim të namazit të sabahut, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që të vazhdojmë së bashku inshallah me pikat e radhës që na ndihmojnë që përmes tyre të fitojmë me të vërtetë një begatin që është më e madhja e mundshme që robi arrin, një nivel më i lartë i mundshëm, një sukses më i madh i mundshëm. Ajo është që të jesh nga ata që Allahu i dan. Po që Allah me dasht, duhet që edhe ti Allahun me e dasht. E qysh ka mundësi Allahun me e dasht, qka e ushqen zemër me dashni për Zotin Gjellewala, dhe gjithashtu pastaj ka e do Allahu të barek o ta'ala. Kemi përmendur disa pika me radhë, që kanë qenë si faktorë të rëndësishëm që na duhet më kujdes, si masa që mund të ndërmarrim, si udhëzime që duhet të ndjekim, e që përmes tyre e arrim dashurinë e Allahut te barekuhu te ala. Në ndër kemi thënë, krahas kujdesit për këta faktorë, për këto udhëzime, duhet të kujdesim për pengesat që janë në këtë rrugë. Është normal, çdo e mirë që është këtë dunjë ka pengesa. Gjërat e mira nuk arrihen lehtë, ka pengesa, se ka sprovë. Normalisht që atë të mire që duhet më arrit, mos të arrin pos ata që janë sinqert, pos ata që kanë për një me. Si kur të të ndërru nëse për shembull e mira, letë arritshme. Krejt njerëz këshin e marë, letë është. Por vështirësia bën atë që njerëzit të dallohen. Nuk po them vështirësia në kuptim të mundimit, po i ka do sprova, i ka do më thonë, pengesa që i sinqerti, ai që është i vërtet, është i gatshëm me u ballafaqë me to, është i gatshëm me pagu çmimin e suksesit që ai e synon. Edhe ne, për ne domthon është begati e madhe që Allah më na dasht, është kërkesë elementare, është diçka për neve që është kulmi i çdo arritjeje. Andaj për këtë duhet me qenë gatshëm me pagu dhe çmimin. Edhe me ndërmon masat e duhura që i kemi përmendur, me ndjek udhëzimet që i kemi përmendur, por edhe me qenë i gatshëm me u ballafaqim me pengesat. Disa nga këto pengesa mund të jenë pengesa, por mund të jenë edhe lehtësime. Nëse njëri i qasë që duhet. Dunjaja për shkakun që jetojmë te, kemi thënë, mund të jetë pengesë, o mund të jetë edhe ndihmesë. Varet çu ti e kupton dhe çu ti i qasësh. Nefsi njerit është problem, është e lashe. Shejtani let e manipulon. Mirë në qoftë se zemra e menaxhon nefsin, edhe është i kontrolluar që duhet, ai pastaj bëhet ndihmës. Por që varet njëri që e orienton, që e kupton se nga këto pengesa. Është pengesa që do të flasim sot për të është një pengesë serioze. Kjo nuk mund të shndrohet në ndihmës kur. Kjo pengesë nuk bëhet ndihmës. Nuk mund të jetë lehtësim. Atë çfarë do bëjmë të? Do të marrim në distancë, këtë pengesë ta marrim në distancë. Vendosim mbrojtje mes neve dhe kësaj pengese. Që mos ta lëmë që ajo pengesë të përton deri në jetën tonë që na pengon në rrugtimin e Allahut xhalla xhelalu, drejt arritjes së dashurisë së Allahut te barekuhu te ala. Kjo pengesë është shejtani. Shejtani është krijesë të ndërruar që jeton real, nuk është imagjinat. Ne nuk e shohim është e vërtet, po ai na sheh neve. Allahu xhallahu ka përmendur në Kur'an rrëfimin për shejtanin, iblisin. Dhe pastaj edhe pasardhës e tij, dhe pastaj përkrahësit e tij, dhe pastaj ndihmëtarët e tij, e që shejtani është betu për Allah të mënduar, se nëse Allahu i jep afat dhe ndi gjykimit, misioni i tij vetëm, asnjë tjetër mision se ka. Misioni i tij vetëm është ai që ka thonë: "Wala ugwiyannahum ajma'in."
krejt kom i të qitë në dalalet, krejt kom i hup. Krejt të rëbë të tu kom i deviju, illa ibadeke minhum al mukhlasin. Përveç atyre që janë të sinqert, ata që janë besimtarë të asmuj, vete ka pranu. Ama të gjithë tjerë kom i deviju. Ndaj është pengesë serioze, nga se shejtani të ndrozër është lënë që sprovë për njerëzit. Allahu Gjellera ka mundësi shejtani me largu, ka mundësi me eliminu, ka mundësi gjitha, se ndore ka. Mirë po e kalon, Allahu Gjellera kalon, se qka sprovë për njerëzit. Që përmes ti me udallu, prap i miri nga i keqi. Me udallu i sinqerti nga jo i sinqerti. Kërë që ajo është penges, mirë po, kjo penges largohet, kjo penges menaxhohet. Shejtani nuk është i pamposhtur, larg asaj. Ai në raport me besimtarin shpesh është i dopt. Kur besimtari është i pajisur me besim, me adhurim, përmend Allahu azza wa jalla kështu më radh. Për shembull ka thonë pejgamberi alayhi sallam se agjërimi janë ngushton rrugë të lëvizjes tek besimtari. Agjërimi janë ngushton luks, ka mos i me lëviz çu çdo nai. Përmendja e Allahut e mposhtë e gjynzon e largon. Lezimi i Kuranit e largon. Adhurimi e bën që besimtarët të fortifikuar i mbrojtur. Kështu që nuk duhet me e trajtu shejtanin si diçka të frekshme, si diçka, domethënë, që na duhet me ikë, apo mos të fol për të fare, jo. Sado që ti ke të ketë mundësi, megjithatë është krijesë. Kur është krijesë, i ka mundësi të kufizuar. Të kufizuar i ka mundësitë. Dhe Allahu Gjellera kalon për arsye të caktuara, që te me gatje. Mirë po, ajo është pengesë. Ai tenton me vendos çfarë do pengesë në rrugë që besimtari mos më arrit me qenë nga ata që Allahu i dhan. Pse? Si shej hakmarrje. Ja sa i konsideron se njeriu është sebeb që Allahu atë nuk e dhan. E masimu Allahu s'u dhan, edhe më ka mallku, thot, atëherë kam punu maksimalisht që me arrit numrin e atyre që Allahu nuk i dhan. Me arrit numrin e atyre që Allah i ka mallku. Ky është misioni i tij. Është betu për Allah të madhun për këtë çështje. Mirë po Allah në ka jap udhëzime mjaftueshme të ndërozër që në flasin për këtë krijesë. Në tregon Allahu Gjellera çfarë mjete përdor, çfarë strategjie përdor, çfarë mundësi ka, qëllimi i tij cili është, çish më mbroj, çish më mposht, krejt këtu Allah në mënyrë të detajzuar ka shpjeguar. Dhe ai që jep udhëzimin Allahu Gjellera, s'ka mundësi shejtani me bodam, absolutisht. Ai përpjekje ban normal. Mirë po, me dëmtu s'mundet besimtarin, me lejen e Allahut më ndonjë. Pra e shir duhet na me kuptu pra këtë çështje. Mas pari duhet me kuptu se kemi armik. Allahu thot inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani është armik i juaj, andaj trajtojeni si armik. Shko këtu i kemi këta dy njohuri të rëndësishme. E para është Allahu xhallahu ala na jep një lajm rëndësi se armiku jonë është shejtani. Dhe Allahu pastaj në raport me këtë informatë në jap një udhëzim. Në këtë atë kemi lajm dhe kemi udhëzim. Lajmi është, kjo është armiku. E udhëzimi, fattakhidhuhu aduwwa. Trajtoni si armik. Qase ka njerëz që e dinë që shejtani e ka armik, por nuk e trajtojnë si armik. Në jetën e përditshme i ndjekin udhëzimet e tij. Në jetën e përditshme e ndjekin rrugën e tij. Fatkeqësisht, prandaj duhet me e bind vetë se ky është armiku dhe duhet me e trajtu si armik. E armikun çysh duhet me trajtu? Duke kundërshtu, duke e luftu, duke i shpall armiqsi. Çështot trajtohet armiku. Armiku nuk bëhet mik. Përveç nëse hiq dorë ai nga armiqësia e tij, shejtani s'hiq dorë. S'hiq dorë. Lufta e vetme që s'njeh paqe është lufta mes njerëzve të shejtanit. Njerëz që po luftojnë kod gati kur bojnë paqe, mirën është. Pastaj mund të jenë shtete miqësore mes vete. Ka në përbot shtete që kanë luftuar një kohë, pastaj u bë shtete mike mes vete. Njerëzit pajtohen, pajtojnë njerëzit. Ama njëri edhe shejtani s'ka pajtim kur. Jo pse na s'dojmë, as don. Ai nuk don kur me don nga armiqësia ti nga se Allahu xhallahu ka mallkuar. Edhe këtë gjykim i Allahut ndaj tij nuk ndryshon. S'ka ndryshim për të, s'ka pendim për të. Prandaj ai tenton me e maksimalizu dëmtimin në raport me njërin që ti hakmirët, sigurisht e përmend. Kështu që udhëzimi i parë raport me këtë pengesë është me e
bind veten, me e pranu se kjo është armiku, dhe pastaj me e trajtu si armik. Çdo çështje në jetën tonë që e din se këtë shejtani e don, këtë shejtani të mëson, kështu shejtani do me ik dorë, me luftu. Ama nuk mund njëri me ku për shembull besimtar, me ditë se shejtani është armiku, don që Allah me dasht, ndërsa e din që këtë punë shejtani është të mësu prapë bën. Kjo s'funksionon tani. Dhe duhet që me e trajtu si armik. Çdo problem që vi për ti, me largu. Kjo që është e parë. Çështja e dytë, ndërruan se duhet me pranë është çfarë mjete përdor shejtani me na sulmu neve. Çka përdor ai që me na vendos pengesa në rrugë? Çka bën ai? Për shembull, a dhe të dira xhamisë të ka përkome? Ja, s'bën ai kështu, se ka këtë mundësi. Ose për shembull, tu falna, për shembull, edhe mu përzit mikrofon. S'mundet shumë. Ai çast ndodh në rreth të zakonshme, po në sens s'ka mundësi. Allah xhallahu ta'ala e ka pengu pikë, alhamdulillah. Çka bën atë? Cila të metodat që ai përdor që me na vendos pengesa mes neve dhe mes Allahut, që na mos timi nga ata që Allahu i don. Është e qartë? Ka shumë pengesa. Unë një veç duhet përmend me disa nën pika. Pengesa kryesore, apo mjeti domethënë, mjeti kryesor që shejtani e përdor kundër neve, që më na pengu që të lidhim me Allahun, që të afrohemi tek Allahu xhalla xhelaluhu, që të jemi nga ata që Allahu i don. Mjeti kryesor që ai e përdor në këtë pengesë është vezvesja, çytje. Që të Allah xhallahu ka përmendur në nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ai që bën non stop çytje, vezvesë njerit në gjoksin e tij. I përshpërit. Edhe Ademin alayhis salam me vezvesë ka ndirë për xhenetin. Jo me zor. E ka cyt edhe e ka mashtruar. Fa waswasa lahum ash-shaytan. Shejtani i bëri vezvesë. Dhe pe atër këtë me të ka mjetë me efikas. Po këtë mjetë të vëzër është i menagjushëm, është leti i refuzushëm. Nësë njëri e din që duhet me refuzu dhe që duhet me i largu vezveset. Duhet mas për me njohë vezveset. Vezveset i përshpëritje, që shëtojnë të tanë me i barë për mes nefësit, për mendimet, i hudhë mendimet saktuara, e provokon, janë gjallë epshin me vezveset. Pastaj e vën e lëvizje njërin në drejtimin e gabuar përmes vezveses. E këtu vezveset e ndërlozër, pra janë lëllaj. Një nga ato është, për shembull, vezvese përmes të cilëve ngjall dilema. Që përmes dilemave me të largu pi Allahut te barekuhu teala. Por çfarë dilema? Ka dilema në besim, ka dilema në adhurim, dhe dilemash. Nga dilemat për shembull që janë në besim, vjen i thot njerit ka dalë me çka ka thonë pejgamberi sa kush e ka kriju qiellin, kush e ka kriju tokën, kush ka kriju dy krahë, në fund e Allahu kush e ka kriju. Vezvese. Pyetja është e shejtanit, kjo pyetje është e zakonshme, kjo është pyetje logjike. Kjo pyetje është komplet e pa logjike, pa arsyeshme, sindrom kjo. Ama ajo bën interesant. Dilema për shembull caktuara se ama pranon Allahu pendimin. Unë nuk më bo shumë gjuna, s'pranohet pendimin, ba djava në pendora. Ka dilema e shejtanit është. Allahu po thirë mu pendu, ti s'po penduash. Allahu po thotë, çfarë do mëkate që ke bërë, ktheu te Zoti, pranohet pendimi. Madje nëse i bën Allahu shok në adhurim, e mohon Allahun xhallahu ala, thush nuk beson në Zot hiç, ateist është. Do më kthy tek Allahu xhallahu, do më pendu, ka pa argumente, do më pendu. A urdhëra qel? Po, çka thot ai? Dhe dje konë që shtu tash për të më kthy. S'ka për ty më kthy. E bing fatkeqësisht. Ose i thot për shembull, ti kthesh, po s'e mohon ti. Ma mirë që shtu s'e mohon që bosh hora po. Dilem. Apo ka njerëz për shkak që ishin penduar, ishin kthy, po çka ka friksohet. S'e mohon këtë punë. Çka po di bio pa diku na bëjnë sa diçka bona hor më mirë. Vezvese dilem që e pengon nga pendimi, e pengon nga kthimi tek Allahu te barekuhu teala. I bjen, për shembull,
i bën vezvese në abdes. Për shembull, çysh në abdes? Kur të merr abdeset, dur si ke laftë. Ti ke la dur. Po më duket ju valla. Edhe njerë merr abdes. Kur të hyn abdes në herën e dytë, tash kom si ke la. Një, po më duket si kum la kom valla. O pat ktheu. Kur hyn në ditë kur merr abdes ka thot gojë si ke la. Edhe herë, 5 herë, 6 herë ashtu marr vesh. Pse? Më lodhi kur s'po fal në hiç. S'po më fal. Ka njerëz që kanë vezvesën pas tërti. Ose për shembull, falë shprehje ndodhin këtu, kur të kryen nevojën fiziologjike, për shembull si urinana diçka, edhe po vetë të ka pik diçka. Mole tash përsi këtë shkon banjë që ai ka pik diçka, s'ka pik, opet vesh, opet. Lodh. E dikur thot, leke s'po fal në hiç. Dilema kjo. Vezvese për me e ngarku në adhurim, qoftë në pastërti, qoftë në për shembull edhe namaz i bën vezvese me lodh. Qysh të u falti, ti din 100 rekat me 4, ti pedin. Për një vezvese jam. Po më duken tretin jam. Apo po ti patin cilën ke? Të katërtin. E qysh tash u bë tretin? Po e po më duket, po s'ka po më duken të katërtin jam. Duhet me ndërtu në bindje, jo në dilemë. Bindje është ajo që duhet me ecë pa. Po, në cilë rekat je konë për asë e marë dilema, cilë je konë? Në katërtin, për në katërtin je. Në që ato që je konë që ati je. Në tretin je konë, tretin je jam tërë. Po nëse ka bindje caktuar që, po, ka mundë si në tretin jam se pedi, atër po, me bindje po, këthesh në bindje. Ama nëse je konë bindje, vjen dilema nuk ka mundësi me e anullu bindjen. Duhesh me ndërtu në bindje. Edhe në abdes, edhe në namaz, në gjithë shkapën. Dhe nuk banë më vezvese. Po, ka probleme pyet dikon. Tja përgjigje në rregull. Qaq, përfundaj mo. Ama vezvese në pastërti, vezvese për shumë namaz, vezvese në tesha, vezvese gjithë shka. Do i bjen dilema, caktuara, probleme. Pse këto ketë? Me ngarku, me lodh. Me sjell në gjendje depresioni, lodhje, që dikur nuk din kam jam që ka me bo. Ka gjendje tilla, Allah na rujt. Mund di raste shumë që janë kohën ndonjë zgjidhje. Në gjendje që subhanallah. Din nga njerëz që janë ku për shkakun që nuk i njaj, bën pyetje, nuk di kush është ai apo, po tenton minimum një herë. Se ndodh diku për shkakun që për çdo namaz lahet. Jo abdes lahet, vezvese. Po më duket të rrjedhi, po më duket ndul, po më duket boni, lahet, po më duket se kum prej këto mi, lahet. Vezvese, ka smuj është, Allah na rujt. Prandaj të ndonjë vëzër, shëtojnë vend e lodh njërë, në lodh që me këput për Allah të vartala. Pastaj për shembull, për vezvese është edhe vezvese në dilema për mëna. E dyta, vezvese në epshe. I bën vezvese me provoku epshin. Për shembull, qoftë në kuptim të pasurisë, qoftë të gjinisë së kundërt, qoftë çfarë do çështje që epshi reagon kur provokohet. Ka mundsi? Do të thonë shikimin haram i vjen i pasurin dorët. Më hanë të kejtë për marrin, pëse s'për mërti? Tonë që shëpja bojnë, veç ti e me të kërkun, apo? Atë këtë e kështë halë, që këtë të vëllat, e të mërët. Jo, s'kisha me qyra, halë s'rash, haram është Allah. Haram i s'mohet, halal. A është e jutja, jo s'është jutja. Pëse për mërë? Po tonë për marrin. Tonë ka më lëgari për Allah të mëndum. A i për shambull, korupcioni është haram, shejtani e nëzit. O ti e lodh, i munu, i ke kry pun njëri të thonë. Merë dhe që ka vua. Po t'ja merë rrugë për këtë punë po. Ani pëse po merë e diqka të tërë po. Po rrugë e vogër, që s'pëll që janë lirë rrugën të lëbi punë, s'ka dikun tjetër. Ama pranon e marë rrugë, për qatë rrugë, krynë qitë punë, o petë për punën e kryme, që rrugë merë për të, merë një rrugë tjetër. E këto ku ke po kështu? Ja, s'ka kështu, nuk vanë kështu. Haramër. Ama shetoni e nëzit. Për shambull, që i the shetoni? A që t'je me një rrugë, për shambull që kaqë. Ti punën këti që i përjakrim, ki fiton që kaqë. 5 fesh ma shumë se rruga jote. A i përfiton që ka? Bi bazën e
në shrimit tënë, me bazë në shërbime që ti pjebën. Atëherë, pëse s'po fiton ti ma shumë? Dhe mi jo mor, a fiton për mitina, sa i kur të hu për shamo ti pare s'ja këthen mo. Ose për rrugës ja jep ti, kur hupaj. Dhe aja ka përsi për fitimin, aja ka përsi për humbin, ti ki obligimi për mbush, obligimit e tua, zyrtare që i ki për punën që i ke marrë përsi për. Qaq, ama me marrë ma te për jo, bjene edhe e josh. Ose për shamu i thot, mere që do, edhe tani bënë burri mirë. Për një 15 avim pëse i sytëm. Sikur se, kam bo vlanës të Jusufit a.s. Ata kam pas zili vlanë, s'ka mujt me e përbalu, dhe me thonë, dashnin e babës të ty nda Jusufit a.s. S'ka mujt me përbalu. Fatkeqësisht, vlanë me vlanë, e ka dash me bo një dëmë. Ka dash me myt njëra. E me thonë e ka ngur ujko. Po e vlaj madhi ka thonë, që dini në Koran, ka thonë, hodë në bujarë, në bunarë, gjunë në bunarë, që të edhe përshkojnë. Ja, që të mbunarë, ja e merë dikush, e shetë dikun largë, përsoria, baba nuk e shemu. Kush e ka provoku këtë veprim? Shejtani? Kush e ka nëzit? Epshi, kujta që me konë me babën më të afërt, duke e dëmtu vllahun e vetë. E çka ka thonë masanej? Njëri për të ne ka thonë, për hodhin bunar, pastaj, të një qa bëhet? Unë në kunë min ba'di qaumin salihin. Pastaj bën burat mirë. Këta e kumë qafë, të në vazhdojnë në punë tona. I rrinë babës gati, e një mujmë. Që kështë të ke po keq ka, e tani kështë të bukur që, më lanë këta dhe ecën për përva. Shejtani më gjithë si shirësh, epshe, kujt. Ose Allah në rujtë edhe në raport me kuptime dhe aspekte moral, e më gjithë për shumë me këshyrë pomit, pista, tullta, banale, ta fazë kjo gjuna I vogël, kjo së kur gjë eqa, po tani e nëzitë punë tira, tani nga dalë dhe sa qënë edhe të dire në zinasë, Allah në rujtë, ose janë gjithë emni në zinasë, tulli farë emni janë gjesin, për me zbut, apo, si kurse për shambull, për I vezvese që I përdorë në nëzitë në epshit, është edhe ndryshimi e mërtimit harameve, ndryshimi e mërtimit harameve, për shambull, ka pive alkoholike, I thot, freski shpirtnore, freski pramverore, freski verore, që të jemi sa dush, që është dush, haram është dhe. Po emna që I zbutin, si thojnë, ose për shambull, kamata është, haram me ndalume, I thot interes, dobi, fajde. Këto janë emna që e zbutin, kjo kamata është, që është dush që të jemi, haram është. Ndaj, bënë vezvete që njerëzit me I e mërtu gjërat ndryshe që me ronë haram. Kejtëm këtu pjesë pengesër, se kër e bjen haram, a është pengesë harami, që Allah me dash, pengesë është. E kështë me ronë. Prej vezvesër është edhe friksimi besimtarve. Me I friksu më. Për shambull, forma ndërë me friksu. Dënë, mu që me falë sabahën, e marë gjami. Thotë, ti shkanë gjami, po tani vënosh për punë, ti këpuna, se mërë gjumi. Rëj që shtu, tani këparë se më shku në punë, falë që shkanë apë. E tutë, se I hubë gjumi. Edhe zënë gjami, apë. E tutë për shambull, për në gjenim, o Allah, të sënë e monti. Me bëmë të dim krytën që banë, të din që I patë kafën e sabajt së munësh, e tutë edhe së në gjenim. Kur gjësë ka më në gjenu. So njerës ka menu që zbot edhe kanë gjenu. Am e hubë gudzime. E frikson me punun me halal. Po që kejtjen të bu kështot, kejtjen të bu kështot veç ti. S'ke mund me që gratë ti kështot, s'mun është ti. Që njerë që më bu shpija ti e mit, hala me qëra. E bën e tutë, që nëse I gra me halal, s'fitan, si qelë sytë, s'ka mund si shpit me I shkollu. Frikë është. I thëtë nësë njësë mu falë, tani mu nuk merë gradime, nuk të punësojnë. Ose thëtë për shamu nëse vendosë shamin në I femnës, motër muslimanit, nëse qëtë shamin ka me të pengu këto, ka me të kesh këto, kufizohë këto, së në delë kërkojnë, blokohë të shpija, frikë është kjo, kejtëm këto vezvese. Që shetani vendosë, që momenti kër një motër muslimanit mbulohet, ose kër një djali ri pendohet, I shka që kejtë një kënë këto frika, do në të pa qëndrushme.
pa qëndrueshme. Për këtë arsye, në përfundim do të përmend se ka shumë rrezikse, ka shumë shembuj për këtë, po disa vetë sa për ilustrim të tregu se çish bëhet pengesë e shejtani për rrugtimin tonë drejt dashurisë së Allahut te barekutaala. Ai vendos një kodër që duhet të më kaluat kodër. Ne fsiu në shkodra, vetja në shkodra. Duhet me te kalu vetë me kon mbi vetën, mbi epshin, mbi lakmin. Ai çka thot? Dietarët e kanë përmend ajrin majet kodrës. Ti duhet të përmend për shkak të ti me kalu një kodër patjetër, s'bën pa kaluar kodër. Që ti suksesi, mund gjit nalt. Ta marrë ishte mungjit, ai piston të bërtat. O mos u ngjet se kush e kam thur zuvur. Te një zonë po kthela se më mos po zona. Don atë zonë nuk e përfidhin, po ngjiten pak. Ta më ngjiten gjyst. Thot që tash mos stiri, çfarë kimë pa edhe pak e djapa kimë rapën. Rrezohet. Përfil zërat fals. E dikush se ngon hiç thot, unë vetë do më shqyqa kohë. Ngjitet, kur ngjitet nalt, e sheh bukurinë e besimit. E sheh bukurinë e adhurimit, edhe kupton se gjitha këto zëra kanë qenë mashtrim, vezvese, të paqëndrueshme, me e friksu besimtarin nga rrugtimi drejt hallatit, drejt besimit, drejt adhurimit. Përndryshe nuk ekzistojnë. Ato mund të jenë dikun me ndikim, por jo din çat nivel sa që njëri me lën adhurimin e me lën besimin e kështu me radhë. Prandaj friksimet, nëse thosh të vërtetën, për shembull dëmtohesh, burgosësh, nëse thosh vërtetën që si pipunë nëse ka një frikë ashtu tonë. Nuk duhet njëri me njëk haramin me asnjë kusht. Në esencë të më largu për haramit, në esencë du të më largu nga njështë, nga mashtrime, në esencë. Jo me njëk udhëzimet e shejtanit, duke menduar se kështu garanton siguri për veti. Jo valla. Veç të shtot frika dhe më tepër. Të shtot frika dhe më tepër. Ose për shembull e frikson me ondër caktuar. E frikson për shembull me kërcënim se kanë me të bo, se hire kanë me të bo diçka, se anë s'ka që me të bo. Nëse me Allah në lidhësh, kur s'ka që ka të bo. Allah thot, wa ma hum bidarrina bihi min ahad, illa bi idhnillah. Nuk kanë mundësi kujt me i bo zarar, pas me lejnë Allah. S'ka mundësi me ndiku, kërkush të ti, pas me lejnë Allah të gjithë. Dhe i tutin, e i qënë pasaj shka filën veni dhe zë një qiri, shka filën veni, për shambu ndash, me ku një mbrojtën, shka filën veni shkije do plëm, shka, kajtë në këto mashtime, të shejtanit, me të lërgun nga Allah të barekutana, me të lërgun nga namazi, nga dhikri, përmendja Allah, leximi i Kuranit, e kështu me radhë. Dhe këtë në këto format të pengimit, që të pengon për mesyre me u lidhë me Allah në gjellë dhe Allah me të dashtëm. Prandaj të ndërru vëzër, ka shumë metoda, forma, po ne përmena një me disa në ndikë, andaj na duhet mos me ngu përshpëritjet, cytjet, mashtimet e shejtanit, na duhet me ngu Allah në azhjel. Asaj që Allah e ka thonë e mirë, qaj është e mirë që të njeke. Asaj që Allah e ka thonë e keqe, me mjallët me ta lyje edhe të është të thonë. Wallahi bardh me lyje zezë është të thonë. Parfum me i qitë e keqe është. Asaj që Allah e ka thonë e keqe. Katë është, nuk zbukurohet, nuk të tërsohet, nuk amelcohet, aja që Allah e ka bëtë keqe. Edhe që është e mirë, e bardh është, edhe që të të me ta lyje me zezë. E ëmbël është, edhe që se të të me ta idhësu, me fjale, e ëmbël është, se Allah ka në që është topën. Dhe sa ma tepër i bindemi Allah të azugjel, lezojmë fjale të Allah, të fjale të pejgamberit, një këmëzimet, i bindë mbrojtër. I bindë mbrojtër me lene Allah gjellë dhe gjellë. Përndaj, besimtarit nuk duhet që më marrë me tjetër që kanë këtë aspekt pas me atë që ka thonë Allah dhe pejgamberi Alehi Sallam. Me përmendë Allah në mëngjesën mbrëmje, minet gati namazit, abdesit, lezimit e dëgjimit të Kuranit, dëgjimit të ligjëratëve, mësimit të xhallarëve, me pyet, me pas besim të pastër në Allah, lidhje me Allah xhallahu ala, me lenë Allah, wallahi toka e qiell bashkë me bos s'ka që i bujnë besimtarët. Ai që lidhet me Allah xhallahu ala, i bën Allah zgjidhje. Kur është i bindur në Allah, është i lidhur me Allah te barekutaala. E po kur të mësohet lidhja, e largohesh prej Allahut, shtohen vezveset, shtohet frika, shtohen dilemat, shtohen sherrët e kështu me radhë. Pse? Për shkak të largimit nga Allahu te barekutaala. Allahu xhallahu na ruaj nga sherrri i shejtanit, na mëson me një udhëzimet që përmes tyre mbrohemi me lena nga çdo cytje dhe përshpëritje dhe sherrri i tij dhe ta kuptojmë drejt se ky armik tenton që në vazhdimsi na largon prej Allahut azhjal, na vendos pengesa e na duhet që ato pengesa me i largu
me eliminu nga jeta e përditshme, që ta kemi rrugën qelë drejt Allahut Azza wa Jall, dhe çdo vepër që na thot shejtani me kuptues është pengesë që Allahu mos më na dashur. E duhet me i largu ato pengesa që me pas me të vërtet të hapur hapësirën mes nesh edhe mes rrugës që na shpihet tek dashnia e Allahut te bareku te ala. E kjo është një pengesë që kemi vënë dy tjerat që duhet me trajtu tamam qysh e përmendëm, edhe shumë ma shumë se kaq. Allahu ju rujt, Allahu ju mbrojt nga çdo e keq juve dhe familjet e juaja. Allahu na dhash besim të pastër, lidhje të fuqishme me të, që kjo lidhje na mundson që në Allahun të mbështetemi dhe as kujt mos ta kemi frikën pas Allahu xhallahu ala, në Allahun të shpresojmë dhe vetëm në Allahun të mbështetemi dhe atij të kthehemi. Allahu ju shpërblet, falënderit shumë për vëmendjen. Kalofshi mirë. Selam aleikum wa rahmatullah.